Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa usalli wa usallim ala mabu'uthi rahmatan lil alamin nabina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa man istanna bi sunnatihim ila yawmid din wa ba'd. Allahun falenderojmë. Për ti falën e ndihmë kërkojmë kanë Allahu subhanahu wa ta'ala u dhëzën në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush që humbur sa të sënë të humbur, nuk ka kush që u dhëzën në rrugën e tij të drejtë. Dërgojmë salavatet Muhamedit alayhi salatu wassalam. Familjes së pasur, shokëve të ndershëm dhe gjithë atyre që të ecin dhe ndjekin rrugën e tij me përfikshmëri. Më jeni në radhë parë të përshëndesim me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që këto minuta që do kalojmë së bashku Allahu t'i bëjë të bereqeshme, të begatshme dhe kur dalim para tij na peshojnë peshorën e veprave të mira. Hadithi 17 që autori i librit e ka rëndit është flet për një hadith të madh që tregon pasojën e fyrjes së muslimanit. Do thotë fyrja e muslimanit është mëkat. Është prej mëkateve që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bë apo e ka ndaluar që muslimani ta fyen muslimanin. Hadithi është hadithi i Abdullah ibn Mas'udit, i cili hadith gjendet në koleksionin e Imam Bukhariut. Është për haditheve të mëdha, Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi e kanë nxjerrë në Kitabul Iman, kapitullin e imanit. Ky hadith i madh që transmeton Abdullah ibn Mas'udi radiyallahu anhu anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qal sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fyrja e muslimanit është mëkat kurse luftimi i tij është kufër. Fyrja e muslimanit është mëkat kurse luftimi i tij është kufër. Tash këtu në këtë hadith që ka për qëllim do të thot fusuq, fisk dhe kufër. Fisk do të thot në aspektin gjuhësor, fjala fisk do të thot dalje, shpërthim apo tejkalim. Këto në aspektin gjuhësor e ka, do të thot me tejkalu diçka. Që quhet në aspektin gjuhësor quhet fisk. Ndërsa në terminologjinë e shariatit nënkupton daljen nga bindja ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij sipas kuptimit shariatik. Është domethënë më e rëndë se mos bindja e thjeshtë. Në kuptimin shariatik është më e rëndë se mos bindja e thjeshtë. Domethënë është pej mëkateve të mëdha. Fiski është prej mëkateve të mëdha. Që do të thonë kjo fe se ka konsideruar do të thotë nderin e muslimanit. Nderi i muslimanit është i madh. Duhet me pas shumë kujdes se kanë ardhur disa prej neve për mosdijes. Për mosdijes do të thotë bëjmë veprime që ato veprime shariatikisht janë të rrezikshme. Shariatikisht janë të rrezikshme. Ndërsa el kufër, fjala kufër do të thotë luftimi apo qitaluhu kufër, luftimi i tij është kufër, është sikurse me vra. Është sikurse do të thonë me vra kur e lufton, do të thotë kjo është ke kufri fil ithmi wa tahrim. Kanë thonë është sikurse kufri në gjuna apo në ndalesë. Do të thotë se kufri tash këtu po du pak kom qef me pas pak koncentrim, se pak në terme ndoshta që pak ndihen apo du të pak me pas një farë bazë pak për më kuptu. Çka është hakikati i kufrit më sporti? Se fjala kufër çka është? Fjala kufër është mohim, me mohu diçka. Çka nën kupton me realitetin e kufrit? Kufrit dashurit e mi, grobi kur bjen ta
thot fjalë, se kufri mas parti është mirë me e kuptu, se disa në këtë çështje kanë shit shumë kom, kanë shit edhe kom të dietarëve. Ka dietarë që bota islame i kanë njoft me dijen e tyre jo në aspekte tjera, kur kanë ardhur në çështjen e tekfirit, kanë rëshit kom të tyne. Kanë rëshqit kom të tyne. Nuk është mesela, do disa e marrin, sa do si me marrë 45 i qëfte, me hongër edhe u kry kjo pull. Jo, kjo ka të bëj me çështje shumë të madhe. Veç kuptoje definicionin e fjalës kufër, çfarë do të thonë? Kufër do të thonë, çfarë do të thonë thot, alladhi huwa khuruj min anil milla. Kufër, ai njeri që bjen në kufër, qoftë me fjalë, qoftë me vepër, qoftë me bindje, del prej fesë, del prej dinit. E njeri kur del prej dinit, çka bëhet? Me bo menzo në vdekja një njeri me kufër, ajo është në xhehenem për gjithmonë. Do thonë është çështje e rrezikshme. Edhe kufrin duhet me kuptu se kanë erdhur disa që thash ka rshqit këmbë të ulemave në këtë çështje. Disa kujtojnë që jon o shirki din do punë të kufrit që ka dalë. Kufri nuk është veç me vepra, kufri është edhe me fjalë. Kufri është edhe me bindje. Ka bindje të kufrit. Pe përmendi ka një shpejt. Pe bindjeve të kufrit është ka me besu se Allah subhanahu wa ta'ala o gjithka. Allah subhanahu wa ta'ala me dijen e ti është gjithka. A me qenjen e ti Allah subhanahu wa ta'ala që ndrojnë bi arshin e ti. Kjo është besimi e ehli sunnetit. Ndërsa fjallë të kufrit është Zotin arujt me shajt dinin e Zotit, me shajt fenë, është fjallë e kufrit. Nëse njeriu e bën këto me vetdije, e është e di çka do të bëj, domthonë ai bëhet çafir automatikisht. Me vepër, ndonjë vepër të kufrit, me përmend, për shembull, shkelja e Kur'anit. Pse ve përmend do me kas se ka për fat keq. Për fat keq po thon. Në vendin ton, tek populli jon disa punë të këqija që një Allah s'di kanë herë ndalna mendoj aman ja Rabbi çushën himar Allah këto, kush i ka shti këto. Kur dojnë me shtit i kanë me bo be, me bo që është i sinqert të të shkeli Kur'anin e shkeli, naudhu billah. Wallahi billahi po, tash në disa për ju e në tri, si dhe një këto vjetët dojt din, i kanë shti për para me 2 komi ka hip Kur'anit me të regu sinceritetin në punën e caktuar që është kërku. Kjo për veprave të kufrit është. Me boni njeri me marë Kur'anin, me ditë që është Kur'an dhe me ditë që është fjale Allahut dhe me hyp me 2 kombi ta janë mushrik ka utan. Është mushrik. Nuk ka i gare kjo. Apo hudhja e Kur'anit, me gjujt Kur'anin. Me vetë dije o fjale, thash. Të dikush thot mirë, thot hojë, a çdo herë gjujtja e fjales Allah subhanahu wa ta'ala është kufër. Jo, ka momente kur njeri mundet me bo për nervozizmit, së është kufër. Si kur që ka bo? Si Musa a.s. Musa a.s. kër o këthy, që ka shku mi marë fletushkat, ato 40 ditë kër ka mungu, kër ka orë të populli vetë, i ka po të e adhuru vichin. Për nervozës i ka gjujt plakat që i ka marë Teuratit. E Teurati prej Kur'anit, a dalën dishka Teurati i vërtet, po flasë, edhe Injili i vërtet. A dalojnë dishka për Kur'anit? Jo, se njëjtin burim e kanë. Burimi jo i njëjtë. Gjukimi është i njëjtë. Hudhja se Kur'anit, se Injili, se Teuratit është kufër. Kër e bën njeriu çka? Me vetdije. Do më thonë, a përshem fej pas ka dishka? Qa quhet? Me vetdije, me ditë njeri që a o bënë, se mundu me bo njeri për budalakis. Mundu me bo për nervozës. Para të arsye, do më thonë, këto këtë du të me i pas parasysh. Pastaj, sa i përket kuptimit, do më thonë, të kufrit e përmendëm shkash, sa i përket kufrit në kuptimin e ti të vërtet, që është dalja nga feja, ai nuk është i synum në këtë hadith që o përmend fjala kufr. Qa tha pejgamberi s.a.s. tha sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Sharja, thyrja e muslimanit është fisk. Ndërsa luftimi i ti është kufër, nuk e ka për qëllim dhe më thonë që bën kufër del prej fesë nëse luftohet dy grupet muslimanve, luftojnë njëni me tjetrin.
luftojnë. A ka ndodhur kjo në historinë islame? Ka ndodhur. A ka ndodhur edhe në kohën moderne? Ka ndodhur, tash ka ndodhur që tash mos t'ja nisi me i përmend se zgjatet ligjërata e kur është kufër e hoxh, e kur s'është kufër. Tash edhe këto ulemat kanë diskutuar. Kanë thonë është kufër me i luftu muslimanët. Është kufër kur e ki bindje se kjo punë është halal. Nëse bëhet për një maslahat, për një dobi që i pari që aty në muslimanëve e she, duke ditë se o ka bën gjuna, o ka e shkel, o ka do të thotë është e bën gjuna, atëherë kjo nuk është kufër që e nxjerr njeriu prej fesë. E kuptuat? Nëse bëhet me bindje se kjo punë është halal me e bë, kjo është kufër. Jo veç përballë luftim, për çdo mëkati që është haram. Njeriu kur e bën halal, kjo do të thotë është kufër. E nxjerr njeriu prej fesë. Pastaj haku i muslimanit në kuptimin e hadithit dashurit e mi, ky hadith na tregon se haku i muslimanit është i mbrojtur. E drejta e muslimanit është e mbrojtur shariatikisht. Se disa dashurit e mi kur përmendet fjala shariat, me njëherë mendoj se du të mja këput dikuj kryt, një tjetër du të mja këput dorën, po be këtu e në pjesë shariatit, jo, ama shariati ka ardhë mja mbrojt drejten edhe muslimonit edhe jo muslimonit. Te e dinë për që një jo musliman me bo me ardhë shtetin islam, me pas shtet islam, me ardhë edhe me kërku mbrojtje për i shtetit me jetun, pasi që e paguna gjizjen, që ta përkthejet gjizjen, se me përkthy sot me këto taksat që na i keme, po taksat shteti. Njën Amerikat je, pe përmendi veç për koincidencë, ish dal një Amerikan, e kom pa, ndo shtati ku shpjuve ka pa një video, thëj ke, unë kisha pas dëshiri me jetu me shariatin e musliman, vaj krishter. Pse a i rëngoj ke për taksat e mdoja që i ka shtetin e vetë, thëj ke të musliman të ish, veç me pagu gjizjen, me pagu një taks e pagu një herë dhe mu për tjerat. Me të vërtet është, kjo është çështje do më thonë me këqyr, se shariati vëllaj është rahmet. Ti, ta shaj thot, po ka dalë se ka ndru kohërat e ta shtetet jetojnë, po të tjeki, po shkon pezojmë, se gati ja përmenda emnin, mos mi bo reklam, shkon në fillen marketin e madhë me ble në harshti 200 euro, 150 ki ble, 50 e ki, qka? Të vëshë. Shkon me ble tjetër ka, apet non stop që ajo, që të vëshë ty, sa herë t'jep, kur të mbledh t'in vjetë që ato të vëshëjat, jo gjizje, po gjizje 4 orë dela u tëllë. Shariatikisht është muslimani kur e jep zeqatin, ja qënë shtetit zeqatin, se shteti kur ka shtet, mbledhet zeqatit e shteti, ja qënë zeqatin shtetit, a upton, s'ka kur farë obligimu për balët i shteti. Sot të i ki fitu parët tuja, a upton, i e ardhë, i ki parët tuja, i ki të fitu me ndirë si ki fitu, me halal të zoti e paq, pa tjetër duhet të t'ja ku i more ti këto? Pse i more? Shariat nuk ka kjo punë kështu. Shariat është haki i zeqatit, edhe është haki kontrolës se na e na përballë Allah subhanahu wa ta'ala, e kema Allahun që keme jep llogari para ti. S'kem nevojë na me jep llogari njerëzve. Për atë arsye, haku e drejta e muslimanit është e mbrojtur në këtë shariat të pastërt. Është e mbrojtur. Pejgamberi sa ka thonë, men shahida an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah, kush dëshmon dhe deklaron se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, dhe se unë jam i dërguar i tij, ai e ka të garantuar gjakun e tij, nderin e tij, pasurinë e tij, të garantuar me e ka. Parat Allahu thot në Kur'an që don me tregu se e drejta e besimtarit, e muslimanit është e mbrojtur shariatikisht. Allahu thot والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Thot Allahu te bareke ve taala, për këtë arsye gjykimi për ata që i fyn muslimanin pa të drejtë, e fyn një musliman me të pa të drejtë, është ai se është fasik, ndërsa ai që e vret atë është kafir. Nëse e bën këtë, do më thonë, e bën me
lije, por edhe një dakik, pse shpejtova para se me lexu ajetin. Walladhina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minat, ata që i thyn apo i bojnë dëm besimtarët dhe besimtaret. Çka i bën, fyrja më e madhe sot është fyrë dikush me ardh edhe me të godit. Ama fyrja më e madhe dikush kur me gjuhën e tij non-stop të prek, të sulmon. Çata dhe Allah subhanahu wa ta'ala e ka qujtë që ata që i lendojnë, apo që lendime ka qujtë Allah te baraka wa ta'ala. Walladhina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minat, ata që i lendojnë besimtarët dhe besimtaret, duka i akuzuar ata për diçka që nuk e kanë bërë ata. Në të vërtet i kanë ngarkuar vetës fajin, ata do të që kanë akuzu, për shpifjen dhe për një gjunah të qartë. Allah subhanahu wa ta'ala që thot, faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina, ata e kanë ngarku veten me shpifje, ja kanë ngarku vajin vetës edhe një gjunah të qartë. Para dashurit e mi, gjykimi i sharjes muslimanit në fenë Allah subhanahu wa ta'ala është fisk. E kuptum që ka fisk, dalje prej bindjes ndaj Allahut dhe dërgumit e tij. Vetë për definicionet po kuptot. Sa Allah që ka thonë, mos me i shajt. Normat që tash me janis me përmend normat edukative që duhet t'i ketë besimtari për balë besimtarit janë shumë. Allah subhanahu wa ta'ala thot, në përmend thot, wala yaghtab ba'dukum ba'da, mos e përgojeni një tjetrin. Na çka bëhet tani sot? Allah i boft rahmet. Vllazni, hesni pak përpara, hesni halo shumë se ka shumë jashtë dhe ftoft është. Hajde bismillah. Edhe safi parë pak. Hajde ndreshni safat mirë. Hajde çore këtu. 10 veta ulën këtu. Mos rrini te dera atje. Çover kam. Po të tyr kam që kanë dhënë pibertas djalit me ndinusja. Se do po mulën që dy te dera po mulën. Apo tani kujtojnë atë që s'ka vend. Shariati Allah subhanahu wa ta'ala e ka gjykua dhe e ka rujtë nderin e muslimanit. E ka rujtë. Dhe ka tërgu se do të thotë nëse bjen besimtarin këto shkelje po i quaj, atëherë ai ka rënë në mëkatet të mëdha të Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe do thonë sharja, kujdesu i dashurian. E sidomos, vallahi billahi, kanë erë po çuditna, i them sinqerisht, po çuditna me disa. E sidomos në këto rrjetet sociale, hajde po thon këta të rit, jo që po dojmë justifiku të rit, jo, s'pi justifikoj të rit. Se justifikohet përballë Allah subhanahu wa ta'ala, si ke i ri, si ke i vjetër, jenë moshën madhore që me përgjithësi për Allah. Pa hajde ka po thon këta të rit mashtrohen, çashtuar një farë tredi, kur bisha do pleq. I ka kalu 60-at, shohet në për internet, sa e shon ato, sa e shon këta. O një Arabi, ka ka marrë djem ky, ka vëllazë, unë bob, na morë fytyrën na morë. E sidomos i thon tash se tash da ka bu zoti i ptilo, po do me la zol viti me këta politikant. Ku tash në kodë zgjedhjeve kur t'ja nis me shojt. Po që shombre muslimani e shon muslimanin. Edhe ja nisi vallahi billahi për partit, a do me po një pasqyrje jo të mirë, tash po flas, po kam qef mja uqu një selam, këtyne që kthehen ka kibla dhe që mendojnë që jo të ecë drejt. E she për parti të e shojt vllaun e vetë musliman. Pse vllau musliman, pasha Allah unë betona në Allah subhanahu wa ta'ala në këtë ditë bekume, këtë ditë gjymoje, vallahi billahi t'allaj, kush më një për ofërmi, e din që une jam apolitik, mas një unë jam hiq. Ama kur bot shkelja e kem hak me e të regu të keqen, me të kjo keq është, apëton, zban. Nuk i ka hije, pse ti je me x partin, pse tjetëri është me x partin, ti me e shajt, apëton ato. E shon, për interesa partijake, apëton. O lajdo shumë, feja është mbi parti. Feja, vlazëria në islam është mbi parti, pik. Nuk duhet me e bo njeri adet këtë puna edhe me lëshut gjuhën e ti me folë për gjëra që e rizikojnë ato, e rizikojnë imanin e ti.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr." Fyrja e muslimanit është fisk. E kuptuam edhe njerë për definicionin e fjales fisk. Çka tham? Është dalje, largim prej do të thotë mosbindjes ndaj Allahut dhe dërgimit të tij. Është min kebairi dhunub, apo mëkateve të mëdha. Si shon një vëllai musliman t'ja kupton? Si, vallahi çfarë mendsi është kjo kupton? Allahu na permisov gjendjen, na permisov gjendjen tonë. Shpejtisht po të më përmend dy dobi të këtij hadithi. E para, thotë ndëshkimi për të ndaluar fyrjen e muslimanit dhe për ta bërë të njohur pasojat që i ka kur e fyn dikush besim muslimanin. 2. Në të ka lartësim Allahu apo kjo fe e ka lartësu hakun drejtën e besimtarit. E ka lartësu nelt. Dhe kështu duhet me qenë në zemrën tonë dhe dhe time. Pasha Allahun edhe me këta e përfundova, nëse vllai yt musliman nuk është i lartësuar në zemrën tonë dhe pasha Allah i ndije se nuk e ki zemrën që shë ka lyp feja e Zotit. E tash për tu me fol, a disa ka me fol tash për gjelozine, për to ku kryt dhem. Jo ndo, hiq brebi gajri hak, kur farhaki s'ka si të shevlau në vetë, që ka hec pak, ka përpad, ka i morë kë, që shiboni, po atë ka lyp diqka ty, atë ka marrë diqka ty, jo, po pse folë o vllai dashur. Leje mëre, leje ato me amelet veta, me punë veta. Allahu na e përmisov gjendjen tonë, na falë gjunohet tona, atu ka kem qëllopi mirësive të Zotit, ku kem gabuar në me dhe shejtani, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.